Në 15 dhjetorin e rënjes heroike në kompleksin memorial në Deçan janë përkujtuar vëllezërit Shemsi Bajram dhe Azem Musliaj. Nëna e 3 dëshmorëve, Gjyke Musliaj, tashmë rreth 8 vjetave, nga 6 djemca kishte, 3 prej tyre ja fali lirisë së Kosovës. Përkundër dhimbjes prej nëna, ajo ndjehet krenare për bitë e saj dëshmor, të cilët e ranë në altarin e lirisë në mbrojtje të vatrave stërgjyshërore dhe idealit të lirisë. Për lirin shkua, shqyrësin kone. Gati se atë ditë si sëdë, vish më si ka njona e baba vlazën si kanë pa eshnët e tyne. Mu po më dukët bukur ma letë pak. Edhe në luft, edhe në pas, kështu që edhe kanë shku zbashku. Po thuaj se një ditë mrapa ka shku edhe prindi me datën 10, ta kanë shku me datën 9. Dhe atë neve për ne gjithmonë të kuptojmë se gjithmonë nxënësi edhe arsimtari është i lidhën për njëri tjetrën. Kjo na dëshmon do të thotë se gjatë luftës ata ishin në hierarki të çlirimit, ta dhëvë zbashku. Për ndryshe, Shemsi Bajram dhe Azem Musliaj dhe mësuesi e kushëriri i tyre Bek Musliaj nga Shaptej i Deçanit ranë heroikisht në altarin e lirisë më 9 maj të vitit 99 në shavare të Gramaçelit, në njërë ndër betejat e lavdishme të UÇK-s në rafshin e Dukagjinit, si luftëtar të brigadës 131 Jusuf Gërvalla të UÇK-s.